Prandaj kam arrit me kuptu se pse Allahu kënaqet përmes namazit, më shumë se sa përmes çdo gjëje tjetër. Sepse Allahu përmes namazit i përmbush dy gjëra. E para e përmbush drejtsinë e tij ndaj nesh. E dyta na lehtëson neve komunikimin me të. Pa në njëra anë e përmbush atë beslidhjen që e kemi bërë me Allahun në jetën e shpirtit, se nuk kemi madhuru as këtë tjetër përpas Allahut, se nuk kemi bërë shirk atij në adhurim as kë dhe as gjë, dhe se kemi manifestuar Allahut këtë adhurim në mënyrën më të mirë të mundshme. E dyta është lehtësimi që Allahu çdo herë praktikon në raport me besimtarët e tij. Allahu nuk na ka obliguar me diçka që mund bëhet rëndesë e papërballueshme për neve. Po, 5 vakte namaz të ndara gjatë ditës dhe gjatë natës, me një minutazh shumë të kufizuar, shumë të shkurt në raport me minutazhin e mbetur, por që është e mjaftueshme për mi përmbush nevojat tona të shpirtit përmes këtij komunikimi me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj nuk ka mundësi me kënaqë Allahun më shumë edhe më mirë se sa me atë që ai kërkon për nesh. Do të thotë, ne kemi nevojë me përjetu namazin. Ne kemi nevojë me përmirësu raportin tonë me Allah përmes përmirësimit të raportit tonë me namaz. Për këtë arsye sahabët kanë qenë të thellë në këtë drejtim, në këtë kuptim. Dhe jo më kot Omeri e ka definu muslimanin bas namazit. Edhe ka thonë, na kemi hisë në islam, aq sa kemi hisë në namaz. Pse, çka do që të themi, e du Allahun, e du Rasulullahun, e du islamin shumë, ngufon zemra, si je me namaz. Me namaz si je. Qofsi je mirë me namaz, nuk po flas 5 vakte namaz. Unë po i flas kategorisë së namazfalësve të rregullt. Sepse Allahu po ju flet namazfalësve të rregullt. Çfarë po thotë Allahu? Fa wailun lil musallin. Mirë dhe shkatrim për namazlit. Për namazlit po thotë. Alladhina hum an salatihim sahun. Ata cilët ndaj namazit tyre janë të pakujdesshëm. I vonojnë namazet pa arsye, pa nevojë. I vonojnë. Dhe ka kjo për sahabët ka qenë të merr. Sahabët me bom një pas ik një namaz, runa Zot me pas ik sabahu, mas lindjes dillit, ma lehtë kishin përjetu me u fut në arkivole, me u varros për zgjalli, se sa me ik një namaz mas kohës. E pa paramendueshme. Edhe dini vesh një herë ju ka ndodhur kjo, edhe ato në kulmin e luftës. Në kulmin e luftës. Edhe pse pejgamberi i ka marrë krejt masat e nevojshme, që mos më ndodh ajo. I ka thonë atij sahabiu ti rri, na po flem, po pushojmë se jemi lodh, e ti kemi na çu për namaz.